Cili o bakshishi me mas që e ki mona e? Me Robertin në Amerikën e morë. Po, valla, në Amerika është, halo, vend e pare ka. Po, gjithë e përmen, Se shpesh. janë largë, janë të përmallume dhe do me thonë, edhe punëtor. Po, veç, të spjegoj mirë. Spjegoj. Se ka njëherë për me po bëtë shumë boj, pare shumë pare. Në Amerikë ka spjegu dhe Roberti shumë herë, po pak prapë po e përsërisim. Për shembull vjen Roberti në muzikë, ka shok mu, vjen më nigu, edhe i merr $500. Që ato $500 shkon i bën single, kur bën ka një $500, bëhet që ka një dëm. Edhe kur i gjun shto, krejt toka mlohet. Shumë bukur del, po ti thuja kajtëm nonë atë, jena 4-5 veta. Kur i njen, kur ti don 12.000 € për çfarë? Po, s'ka më bo. Pasha zotin del 8 mëngjesit. Po, vallai, ka po vaki shumë i kena një. E keset burllogët, garbage bags, jep po. Aty në ashtë e në konë $2.000 për shëq, po kejt ka një. Që kesja? Kër më shku në bongë, ta je striptizera. Qashtë të thoj? Pasha zoti, jo pasha zoti. Edhe ashtë e këmë thy një automat, e kejt një ishe i kish pas. Sa ka zove të so? Jo, nuk të regove. Qone muj me ka zu, a kështu për... Po kena mor, po nuk ka muj me thonë, qëre, shumisa njerëzë prapë, po e thëmë, na jemi band, jemi grup. Edhe ke që të parë përpjesuan për se cilin. Nuk mosh më thonë unë i ku mori 20.000, nëse i kemi mori 20.000, toni kemi da, në kanë raka 4-5.000. Qashtë është. Adin, ma e thjeshta. Nese, ju 2 veta, nese shtash edhe një, keni 3 veta, ka 7.000. Po, biljetat hoteli, më mërë më bia të 2.000. Nishpak, sot e, 20.000. Me njerë lopsin. Oshtë punë e vështirë, ultimet ato, këto, stresi. Pa gjumësia që qëta zhvonë, s'po du me përmenë se dhe me kanë qenë, ju ka qëllu zërimi katastrofë. Po, valla. Dhe më thonë, shpirti djegë. Gjoja që është... Në granë, këtë farë krize që s'po ka dhe gjithë kontarësi në botë, neja shumë. Adene kanë tepru me neja dhe kanë fillu njështë edhe mullollë, gjdo vikend. Edhe mi pas ti 500 gra aty, po ka njerë thëmë, 2 gishta me i kisha këput, veç me konë zërimi mirë. Ta njetën qëtu me 8 kisha nejtë, po qatë natë më t'inglu mirë. Po, se është, deri sa shkon, je i lodhëm, plus kur shkon e shenë zërimi që as DJ zban me lëshume ta, ajo është kryesorja. Qashtë është? Jemi mësuna, mire, keqe. Ne kemi edhe një pjesë të sponsorave, të cilën Santiana komena të regu qka, qysh, tek, pëse. Pasta brën, pasta. Pasta dhëmbëve. Pasta dhëmbëve brën, dhe më thonë është produkti që po shkon flak në tregun e higjienës orale, është prodhuar nga Dr. Petrit Ademi edhe stafi i tij, është prodhuar në Zvicër. Vjen në 2 lloje, extra whitening për zbardimin e dhëmbëve edhe protect and repair për mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve. Pastën mundeni me gjetë në kozmetik, në qendra tregtare, si edhe në website. Edhe në website, po. Qoni kumlosën. Pasha zotin bëjt diçka e të vizlu. A ka do këtë?